Në dhjetor të vitit 2022, Instituti Kosovës për Drejtësi publikoi raportin Qeverisja me duar të pastërta, i cili raport paraqiste udhëhecit e institucioneve kryesore në vend të cilët kanë probleme me ligjin. Udhëheqja e institucioneve të ndryshme nga personat të cilët kanë probleme me ligjin në kuptim të dënimeve të formës së prerë, apo edhe aktakuzave aktive e zbe besimin e publikut në këto institucione dhe besimin e publikut në drejtshmërinë e proceseve gjyqësore ndaj këtyre zyrtarëve. Për këtë arsye, kriminalizimi i politikës në kuptim të mbajtjes së pozitave të rëndësishme shtetërore nga zyrtarët që kanë probleme me ligjin nuk është në linjë me parimet e qeverisë së mirë. Jo, nuk do të kemi ministra me aktakuza, ishte ky premtimi i kryeministrit Kurti. Përkundër kësaj, IKD në këtë raport kishte gjetur se as kuvendi dhe as qeveria, si dhe as niveli lokal, nuk ishin të mbrojtura nga kjo dukuri. Në të tri këto raste, IKD kishte evidentuar bartës të funksioneve të larta publike, të cilat funksione i mbajnë duke pasur probleme me ligjin. Aso kohe, kur u publikua kjo raport, 9.16% e përfaqësuesve të popullit në Kuvendin e Republikës së Kosovës ishin persona të cilët kishin probleme me ligjin. Kjo pasi nga gjithsej 120 deputet, 11 prej tyre ishin persona të cilët kishin probleme me ligjin në kuptim të dënimeve të formës së prerë apo aktakuzave aktive. Deputetët e identifikuar nga IKD në atë kohë si persona të cilët kishin probleme me ligjin ishin nga lëvizja vetëvendosje, PDK, AK dhe një deputet pa grup parlamentar, derisa nuk u identifikua ndonjë deputet që kishte probleme me ligjin nga rodhët e LDK-s apo grupeve të tjera parlamentare nga minoritetet të cilat përfaqësohen në kuvend. Qeveria e Republikës së Kosovës përbëj nga gjithsej 5 zyrtarë të cilët kishin probleme me ligjin. 4 nga këta zyrtarë, përfshirë edhe kryeministrin, kishin probleme me ligjin për shkak të veprimeve të hedhjes së gazit lotësjellës në Kuvendin e Republikës së Kosovës. Krahas rasteve në kontekst të veprimeve të hedhjes së gazit lotësjellës në Kuvend, IKD evidentoi se në një rast një ministre ishte akuzuar për korrupsion. Ministri Hajdari akuzohej nga prokurori i shtetit për mos raportim ose raportim të rrem të pasurisë. Vepër penale kjo e cila bën pjesë në kapitullin e veprave penale të korrupsionit. Hajdari për këtë vepër penale u dënua me 700 euro gjobë. Sa i përket qeverisë së Republikës së Kosovës, probleme me ligjin ka dhe Ministri e Punëve të Jashtme dhe Diasporës. Gjykata themelore në Prishtinë ka konfirmuar aktakuzën për mos raportim të pasurisë ndaj Ministrës së Punëve të Jashtme dhe Diasporës dhe zëvendës kryeministrës Donika Gërvalla. Ajo ngarkohet se në cilësinë e zyrtarës së lartë publike në formularin për deklarim të pasurisë më 22 mars 2021 nuk ka paraqitur saktë të dhënat e kërkuara me ligj. Në raportin e publikuar në dhjetor të vitit 2022, IKD kishte gjetur po ashtu se 3 komuna të Republikës së Kosovës udhëhiqeshin nga persona të cilët kishin probleme me ligjin. Këto komuna ishin komuna e Klinës, Podujevës dhe ajo e Kamenicës. Gjetjet e IKD-s dëshmonin se nga gjithë zyrtarët që kishin probleme me ligjin, asnjë prej tyre nuk ishte dhënë dorëheqje për shkak të problemeve me ligjin. Kështu, në rastin e Kosovës, duket se ende nuk është krijuar kultura qeverisëse për të lëshuar rrugë në këto raste dhe për t'i lënë institucionet e sistemit të drejtësisë që ta bëjnë punën e tyre. Andaj, edhe na paraqitet vazhdimisht skena kur zyrtarët e lartë njërën pjesë të ditës e kalojnë në gjykatë si të akuzuar e pjesën tjetër të ditës duke draftuar politika për të mirën publike.